Nëse mendon se e di çfarë po ndodh në Tiranë, prit pak, sepse ajo që po shohim në rrugë është vetëm maja e icebergut. Protesta, molotov, akuza korrupsioni dhe një emër që po përmendet gjithandej, Belinda Balluku. Në ditët e fundit, Tirana u përfshi nga protestat forta kundër qeverisë. Situata u përshkallëzua kur protestues hodhën molotov pranë institucioneve shtetërore dhe te banesa e kryeministrit Edi Rama. Si pasojë, disa persona mbetën të plagosur dhe policia u vendos në gatishmëri të lartë me qindra efektiv dhe mjete speciale. Kjo nuk ishte një protestë e zakonshme. Ishte shenjë një tensioni që po rritej prej javësh. Arsyeja kryesore e protestave lidhet me akuza korrupsioni në nivelet më të larta të qeverisë. Në qendër të debatit është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, që menaxhon projekte me vlerë qindra milion euro, rrugë, ura, tunele dhe tendera të mëdhenj. Pikrisht këtu nis edhe zemrimi i qytetarëve që pyesin: zëvendës kryeministria Belinda Balluku është përmendur shpesh në këto akuza. Në rrjete sociale dhe në protest po qarkullojnë pretendime se ajo zotron një numër shumë të madh pasurish, përfshirë edhe shifrën e përfolur prej rreth 300 apartamentesh. Duhet theksuar qartë, këto janë akuza dhe pretendime, jo vendime gjykate. Vet Balluku i ka mohuar akuzat, duke i quajtur shpifje, gjysmë të vërteta dhe sulme politike, dhe ka deklaruar se është e gatshme të bashkëpunojë me drejtsinë. Në këtë situatë hyn në lojë SPAK, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit parlamentar për të vijuar hetimet, por këtu lind problemi. Vendimi për heqjen e imunitetit kalon në parlament, ku shumicën e ka partia në pushtet. Kjo ka shtuar edhe më shumë dyshimet dhe pakënaqësinë e qytetarëve, të cilët pyesin: a do ketë drejtësi reale apo gjithçka do mbetet në letër? Tensioni nuk është vetëm në rrugë. Edhe në parlament ka pasur përplasje, flakadan dhe ndërprerje seancash, si shenjë një klime politike të acaruar. Ndërkohë, qytetarët ndihen gjithnjë e më të zhgënjur dhe të zemruar, duke parë se si akuzat për korrupsion përsëriten, por dënimet mungojnë. Kush po përfiton realisht nga këto projekte? Pyetja e madhe mbetet kjo: a janë këto akuza një betejë politike apo kemi të bëjmë me një tjetër skandal të madh korrupsioni? A do sjell kjo situatë drejtësi apo thjesht do harrohet me kalimin e kohës?